për Kosovën është shumë hyrje. Unë e llogariti impaktin. Ka një herë edhe kur bisedojna me njerëz, kur thëmë atin që do të mu angazhu njerëz, ose persona, unë e shoh për shembull sa rroga je personi. Unë e kam qatë impakt me pa, do me thonë sepse qatë familje ushqehen tek e fundit. Ne jena mësu pak me kritiku, ja, po se që erdhe ne pe boj një të lovije që komunikacioni po vlën sa ne pobre, po, apëtën dyqysh, ata janë pjesë e jona. Unë pëthuj se kam shumë pak veç, janë në mërgat të familjes, kryesisht në Makrena dhe në Maqedoni, po dyqysh unë shumë i du kur vinë. E ka dyqysh një farë shyreti veni, dyqysh ku është një farë ngrëtësie ma e madhe, dyqysh edhe me gjithat i bojnë të farë shkelje, sane po... Jo, ma, na i bojnë së te... Se na shqiptar, jena shqyqyra... Albanë, ta shbona emocionale në këtë tim, po unë ka gati 30 vite që gushtin e pres, fatmirësisht tash ka ndru, po vime dhe ma shpesh për shihemi, po ka mbi 30 vite që gushtin e presim kështu me sy qel, nuk flejmë për gëzimit që vim bashkohemi, dhe me thonë nuk du as me punu as, është qesa që e shiaj mas shumë ti, edhe tash ka ndru, për shambull Prishtina të ketë na ka mundësu që me udhëtu ma shpesh, me qenë ma ofër janë i tjetët. Albaskaj, Prishtina të ketë, dhe me thonë, janë të dyja që janë pjesë e Panajirit. Po, janë pjesë e Panajirit. A mund të zbulojmë edhe një biznes tjetër, Alban, apo se si shkon rregullat se di? Është PFP-ja, agencioni i marketingut i cili e zhvillon këtë Panajir, dhe ka po në bashkëpunim me kanalin 10.